Që është e mundshme mu vra njeri? Ku e ke mësu ti se do të me vra njeri? Ata shpjegojnë një hadith shkurtimisht, vllai i dashur, se mbrin kjo fjalët e tij. Në ka mësu Rasulullah dhe ka thonë, kujdes, mos hajde me gjak të huj në ahiret, se ma nuk dëshmoj për ty. S'ka mëkat më të madh se sa me myt njeri. Mëkati më i madh në dynjat është me mohu Zotin. Mas mohimit të Zotit, vallahi s'ka mëkat më të madh se sa vrasja e njerit. Mirë ai kush merr pjesë në vrasje të dikuj, direkt apo indirekt, ka me dekapitulu fatin e tij në dynjë dhe në ahiret. Sepse njeriu është krijesa Allahu xhallahu ala. Ka thënë Rasulullah, mel'unun men hadama, i madhkuar është ai i cili e shkatron këtë qenie që ka kriju Allahu xhallahu ala. Ku kemi ardhur dhe? A shefni mor çfarë jemi të rritna? A jemi more prindna o vllazni? Qysh është e mundshme mor fëmia 12 vjet më të shoh në rrugë, më të kërsnu me thik në rrugë? Çka është kjo? Qysh është e mundshme pe 2-3 vete në klasë me vuj këtë klasa në përshkolla? Pe njerëz pa ndërgjegjshëm, sa trova, fëmijë. Ku është detyra e prindit? Ku është detyra mësuesit? Ku është detyra shoqërisë? Dhe ku do na me shkuna? Pra vëllezër të dashur, jena në stacionin e fundit. Nëse nuk ngjallemi si shoqëri, do të jemi gjallë në melin Allah azza wa jall. Dhe kena me përjetu gjana që kjo komo të gorditë e shtetit. Edhe ata të marë model për tjerëve. Komo të gorditë e pasuria që e ki, komo të gorditë e dija që e ki, edhe detyra që e ki, sepse kime pa gjana të turpshme. Prandaj duhet sa ma shpejt të reagojmë,